Herën në Durrës, babai kërcënon vajzën dhe më pas qëllon veten zbardhe dinamika. Mbrëmjen e djeshme një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytet të Durrësit, ku babai ka kërcënuar vajzën e tij me thikë dhe më pas ka qelluar veten. Burimet pohojnë se Ardian Varrosi, në gjendje të dehur, ka kërcënuar vajzën e tij se do ta vriste me thikë, ndërkohë që më herët e kishte dhunuar. Vajza ka arritur të shpëtonte duke dalë nga banesa dhe ka kërkuar ndihmë te fqinjët. Këta të fundit kanë shkuar menjëherë në familjen Varrosi, atje ku kryefamiljari ka vijuar të kërcënonte edhe fqinjët. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur 2 patrulla policie, të cilat bën të mundur shmangjen e përshkallëzimit të situatës. Në momentet që policia mbërriti në vendin e ngjarjes, kryefamiljari është vetë qelluar me thikë në qafë. Ai është dërguar menjëherë në urgjencë, ku po merr ndihmë mjekësore. Burimet nga Spitali i Durrësit pohojnë se gjendja e tij shëndetësore po mbahet në monitorim nga stafi mjekësor, ndërkohë policia ka nisur hetimet e rastit. Fillimisht janë marrë në pyetje familjarët dhe pritet që me stabilizimin e gjendjes shëndetësore të kryefamiljarit i merret edhe atij dëshmia.